Në një debat kushtuar zgjerimit të BE-s të zhvilluar në Bruksel në Qendrën për Studimin e Politikave Evropiane, ambasadori i Kosovës Agron Bajrami dhe drejtori i përgjithshëm i Komisionit Evropian për zgjerim Jan Koopman janë shprehur se raportet mes Kosovës dhe BE-s kanë mundur të jenë më të frytshme dhe se ka pasur ngjecje në këtë drejtim. Por ata i kanë parë ndryshe arsyet për një situatë të tillë. Përderisa Bajrami ka thënë se nuk ka pasur sa duhet shtytje nga Komisioni Evropian që të ecet përpara drejt dhënies së statusit të vendit kandidat për Kosovën, si dhe në heqjen e masave ndaj Kosovës, Koopman është shprehur se pengesa kryesore ka qenë fakti se Kosova, sipas tij, nuk ka akoma qeveri që nga shkurti dhe BE-ja nuk ka pasur më këtë të negociojë në mungesë të një qeverie pas zgjedhjeve. Drejtori i përgjithshëm për zgjerim Koopman përmendi rastet e Shqipërisë dhe Malit të Zi, dy vende kandidate që kanë avancuar në procesin e negociatave të antarësimit. Ka kërkuar që edhe Kosova të fokusohet dhe ka thënë se Komisioni, sipas tij, tashmë është në procesin e heqjes së masave ndaj Kosovës. Ne në Komision jemi në proces të heqjes së masave pas një diskutimi tejet të vështirë në Këshillin e BE-s së vitin e kaluar. Ne do të ishim të gatshëm natyrisht edhe të përgatisim mendimin për aplikimin e Kosovës për antarësim, por për këtë Këshilli duhet të na ftojë. Kosova duhet të reflektojë se pse vendet anëtare në Këshill nuk po e bëjnë një gjë të tillë, ka thënë Koopman. Ndërsa ambasadori Bajrami, duke reaguar në këtë, ka thënë se Kosova ka qeveri, ndonse qeveri në detyrë, por nuk është shtet pa qeverisje, ndërsa periudha kohore në të cilin BE-ja është dashur të avancojë në rastin e Kosovës është shumë më e gjatë se sa ajo nga zgjedhjet e shkurtit e deri më sot. Bajrami po ashtu ka përsëritur qëndrimin e Kosovës se masat ndëshkuese ishin të padrejta dhe të panevojshme dhe se ato u vendosën për shkak të veprimeve për të vendosur sundimin e ligjit. Këto masa nuk ishin përgjigje ndaj ndonjë regresi të Kosovës në proceset demokratike. Duhet t'u rikujtoj të gjithëve se këto masa erdhen pas një situate të veçantë në veri, e cila, nga perspektiva jon, kishte të bënte me zbatimin e sundimit të ligjit dhe sigurimin që institucionet po e ruajnë rendin kushtetues, ka thënë në diskutim Bajrami. Për KTV-n nga Brukseli, Augustin Palokaj.